Operatorët turistik të Vlorës shprehen në mbështetje të projekteve zhvillimore në qytetin bregdetar, duke konsideruar zgjerimin e zonave historike si një vlerë të shtuar për turizmin. Në një intervistë për Blu Televizion, kreu i operatorëve turistik të Jugut Vasil Bedinaj deklaroi se nisja e punimeve për një tjetër zonë historike në qytetin bregdetar është një hap i drejtë dhe në funksion të zhvillimit afatgjatë të turizmit. Sipas tij, Vlora ka nevojë të pastrojë hapësirat historike dhe kulturore, pasi ato i japin më shumë identitet qytetit dhe tërheqin vizitor vendase të huaj. Bedinaj theksoi se operatorët turistik janë në mbështetje të çdo projekti që sjell zhvillim dhe rrit cilësinë e ofertës turistike. Kemi qenë dhe vazhdojmë të jemi shumë në mbështetje të gjitha projekteve që po zhvillohen në qytetin e Vlorës. Kam parë që në ditët e fundit ka pasur dhe disa ankesa nga qytetarë apo tregtarë të ndryshëm për sa i përket tregut industrial, që quhet, por imagjinoj që të kemi një zonë historike tjetër, më të madhe, më të gjerë. Për ne si sektor turizmit, zona historike është emblem e qytetit të Vlorës, nuk ka turist që nuk shkon ta vizitojë atë pjesë. Kështu që patjetër që duhet t'u ardhur në ndihmë se çfarë kërkesash kanë ata tregtarë që punojnë atje, por ne jemi për zhvillimin e qytetit dhe mendoj që me përfundimin e gjithë infrastrukturës dhe të gjitha godinave që janë tek ai vend atje, nuk do të kemi një zonë historike të kufizuar, por të kemi një lagje të tërë që do të jetë në funksion të këtij qyteti. Pra një qytet historik që të ketë një zonë historike ashtu siç ka filluar dhe të shtrihet sa më gjerë. Kemi informacion që puna ka filluar, që urojmë dhe shpresoj që vitin e ardhshëm dhe ajo pjesë tek tregu të jetë ashtu siç është aktualisht zona historike dhe të gjithë ata turistë që shkojnë harxojnë gjysmore, pse jo të harxojnë një orë nga koha e tyre, patjetër që do të ketë dhe shërbime tregtare apo shërbime të tjera. Si sektor turizmi nuk duhet të mendoj se çfarë kemi sot për sot, por duhet të mbështesin projektet që i sjellin në ekonomik të qytetit. Nuk jemi më në standardet e tezgave, por duhet që një turist të huaj të ketë një zonë ku të bëj shopping apo dhe të bëj shëtitje duke parë atë që ne shohim sot tek ajo pjesë e vogël të zonës historike. Duke folur për çështjen e sipërfaqeve publike të lira, ai u shpreh se bizneset nuk duhet të bëjnë pengesë për lëvizjen e qytetarëve dhe turistëve. Sipas Bedinaj, trotuarët duhet të lirohen për të garantuar një sezon sa më të mirë turistik, ndërsa pranoi se ka pak kënaqësi për subjektet që vijojnë të zënë hapësirat publike, duke theksuar se ato duhet të respektojnë rregullat. Kemi parë dhe problemin e SPL-ve, por ne kam pasur kontakte me kryetaren e bashkisë dhe me shumë operator turistik, pavarësisht se disa prej operatorët ngelen jo të kënaqur nga ky diskutim që ne bëjmë, por e thënë me pak fjalë është subjektet, sepse ka qenë dhe shqetësimi jonë, dhe shqetësimi turistëve, dhe shqetësimi banarëve. Ata operatorë që janë hapur më tepër se sa duhet, duke bërë të pamundur qarkullimin lidhshëm të turistëve apo të banorëve, patjetër që duhet të lirojnë trotuarin dhe rrugët. Për sa i përket SPL-ve që nuk pengojnë qarkullimin apo lëvizjen e lirë të turistëve dhe të qytetarëve, kemi rënë dakord që kur të miratohet projekti i unifikuar i Lungomares, në një kohë reale, në një kohë shumë të shpejt, bashkia do të na japë dhe ne do ta implementojmë. Pra e thënë me pak fjalë, jemi një qytet që të ketë lishmëri, mos të krijohet trafik jo vetëm në makina, por edhe në qarkullimin e njerëzve të banorëve të turistëve. Ato lokale me keqardhje them që duhet ta lirojnë trotuarin. Në çdo vend që ka ankesa nga qytetari apo nga turisti duhet i lirohet rruga. Pjesa tjetër që nuk pengon qarkullimin do të pritet për një moment tjetër, mendoj nga tetori, kur të miratohet dhe projekti përfundimtar në bashkëpunim me AZT, në bashkëpunim me bashkinë, në bashkëpunim me gjithë operatorë turistik. Nëse na vin projekti në tetor, jam i bindur që gjithë operatorët ta bëjnë ndryshimin brenda 2 muajve do të kemi një fasad tjetër të shëtitores. Kjo është edhe ajo që u kam thënë dhe privatisht, që mos të stresohen ata që janë okej me sipërfaqet, por ata që kanë bllokuar trotuaret që nuk jam në dieni specifikisht se ku dhe qysh janë të bllokuara, por ata që bllokojnë lëvizshmërinë e qytetarit dhe turistit, patjetër duhet ta lirojnë hapësirën. Sa i përket plazheve, kreu i operatorëve turistik tha se këtë vit procedurat janë vonuar. Ai bëri me dije se kërkesat nga bashkia kanë mbritur, por puna duhet të vijojë papritur operatorët që ende nuk kanë plotësuar dokumentacionin përkatës. Kjo sipas tij, pasi aktualisht hotelet janë pothuajse të mbushura dhe 99% e klientëve janë turistë të huaj. Jemi pak vonë, na ka ardhur kërkesa nga bashkia që të gjitha strukturat që nuk e kanë plotësuar dokumentacionin duhet ta plotësojnë, por prapë
Ktu jam në mbështetje të zyrës së bashkisë që ai që se ka plotësuar le të marrë kohën e vetë ta plotësoj, por ata që kanë plotësuar duhet të fillojë implementimi sepse ne kemi hotelet plot me turistë dhe 99% e atyre që kemi të akomoduar sot i kemi të huaj. Pra në rast se vini një hotel të Vlorës, mund të jetë një apo dy dhoma që janë klient të teritorit brenda, pjesa tjetër janë të gjithë të huaj. Pra subjektet që kanë përfunduar apo kanë thjesht një faturë për të paguar, të printohet fatura, të paguhet dhe të bëhet gati gjithsecili për të bërë punën e vet. Ndërkohë Bedina ju ndalë dhe tek pastërtia në qytet duke cilësuar atë një çështje prioritare, edhe pse situata duket më e mirë, ai theksoi nevojën për më shumë ndërgjegjësim qytetar për të ruajtur pastërtinë gjatë sezonit turistik. Patjetër që ka lagje rrugica për të pastruar, kronikat i jepin televizionet të ndryshme, portale të ndryshme. Në përgjithësinë e vet mund të them që pastrimi është mirë në ato që ne shikojmë, por duat prapë të rikthejmë që puna për pastrimin është punë 24 orë, sepse shef një rrugë të pastër sot e jenë të papastër të nesmen. Duhet të ketë një strategji të qartë, grupet e punës të shpërndar, është bërë një punë e mirë, por duhet të mbajtur dhe duhet të ketë një fokus të veçantë pastrimi, sepse nuk është diçka që po ndërtohet dhe do kohën e vetë, është pastrim, nuk e kemi dhe kulturën e duhur, që t'i jedhim mbeturinat brenda në kosht, t'i jedhim në oraret e përcaktuara, pavarësisht se kemi rënë dakord me ndërmarrjen e pastrimit që do të ketë një orar, 2 orare të caktuar dhe pjesa më e madhe, po kemi rënë dakord që po, vetëm në ato orare do të kemi mundësi të nxjerrim mbeturinat për t'u hequr. Teksa Vlora hyn në kulmin e sezonit turistik, operatorët kërkojnë më shumë bashkëpunim, standarde dhe përgjegjësi, me synimin që qyteti bregdetar të ofrojë jo vetëm bukurinë natyrore, por dhe një imazh dinjitoz dhe europian për mira vizitorët që e zgjedhin çdo vit.